Një 39 vjeçar I shpallur në kërkim ndërkombëtar është ekstraduar nga Italia drejt Shqipërisë pas një procesi të gjatë bashkëpunimi ndërkombëtar mes autoriteteve shqiptare dhe italiane. Sipas burimeve të policisë, personi që është ekstraduar nga Emri Hyssenaj, I cili gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda I ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale, trafikimi I lëndëve narkotike të kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Hyssenaj akuzohet se ka luajtur një rol të rëndësishëm në trafikun e lëndëve narkotike gjatë vitit 2021, ku përmes rrugëve të organizuara, duke përdorur grupin kriminal të cilit I përkiste, ka transportuar lëndë narkotike nga Shqipëria drejt shteteve të ndryshme të Europës. Ky grup kriminal është I përfshirë në aktivitete të paligjshme duke përfshirë trafikun e lëndëve narkotike dhe pastrimin e parave që burojnë nga ky aktivitet. Sipas hetimeve, Hyssenaj ishte një nga anëtarët kyç të këtij grupi dhe ka kontribuar në organizimin dhe menaxhimin e rrugëve të trafikut të lëndëve narkotike duke siguruar lidhjet dhe logjistikën për kalimin e tyre përtej kufijve të Shqipërisë. Ekstradimi I Hyssenajt është rezultati I një bashkëpunimi të ngushtë mes autoriteteve të policisë shqiptare dhe atyre italiane, si dhe përfshirjes së drejtorisë së Interpolit dhe homologëve të Interpol Romës. Ky operacion ka përfshirë ndihmën e të dyja palëve për identifikimin dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe për finalizimin e procedurave të ekstradimit.